Trajneri i kombëtares shqiptare Silvinho ka bërë publike listën e futbollistëve të grumbulluar për 2 sfidat kualifikuese të Kupës së Botës, përkatësisht ndaj Serbisë e Letonisë, që do të zhvillohen më datat 7 dhe 10 qershor respektivisht në arenën kombëtare në Tiranë dhe në Skonto Stadions në Riga. Në listën e bërë publike janë plot 27 futbollistë të ftuar, ndër emrat e përfshirë spikat grumbullimi i portierit e Ignatias, Mario Dajsinani, i cili është një nga risitë e këtij grumbullimi. Ai është një nga 2 futbollistët e vetëm që vijnë nga kampionati shqiptar, së bashku me mbrojtësin e Dinamos Nasser Ali. Në repartin e mbrojtjes bie në sy rikthimi i Mario Mitajt, i cili është rikuperuar nga dëmtimi dhe është i gatshëm për ndeshjet e ardhshme. Pjesë e këtij reparti janë gjithashtu edhe emra me përvojë, si Elsed Hysaj, Marash Kumbulla, Artian Ismaili dhe Berat Gjimshiti. Mes fusha përfshin një kombinim të elementëve të konfirmuar dhe lojtarëve të rinj. Kristian Aslani, Ylber Ramadani dhe Qazim Laçi janë të pranishëm në këtë repart, ashtu si edhe Adrion Pajaziti dhe Medon Berisha, që përfaqësojnë alternativat e reja që Silvinho ka zgjedhur të eksplorojë në mesfush. Në sulm nuk ka ndryshime të mëdha krahasuar me grumbullimet e mëparshme. Grupi përfshin emra si Armando Broja, Reimanaj, Myrto Uzuni, Ernest Muçi dhe Yasir Hasani. Shqipëria do të përballet me Serbinë më 7 qershor në arenën kombëtare duke nisur nga ora 20:45, ndërsa ndeshja ndaj Letonisë do të luhet më 10 qershor në stadiumin Skonto Stadions, po në orën 20:45. Shqipëria është pjesë e grupit K së bashku me kombëtarët e Anglisë, Serbisë, Andorrës dhe Letonisë.